dhe tani do vinë këtu ca teta që janë shumë të bukura, kur të rritem edhe unë ashtu të bëjmë. Mami më ka thënë që ato janë të lira, po unë nuk e kuptoj. Çdo me thënë të lira? Të lira si panine 5 lekshe? Apo të lira si zok që fluturon? Arom gruaje! Mirë mbrëma të gjithë juve që jeni duke pritur me padurim aromën e gruas së tona. Qa bërë e mirë? Sot u lodhët, por do të shplodheni. Sot kemi tëftuar? Sot që ma lini mua prezentimin e tëftuarit. Si jam mirë? Qa bërë e mirë? Të nderuar të rishikues, tani jemi në momentin kulminant të ngjarjes tonë. Sot do të flasim për modën. E ftuara jonë është stilistja me nam. Qa bërë e mirë? Rimi ti riti! Rimi! Mirë se erdhe zoti Rimi. Mirë se erdhe zoti Rimi. A për qika një mos ma zi kameramanin në ty. Qa bërë e mirë? Bo na fëlli që farë. Mirë se erdhe zoti Rimi. Mi si gjithë e knajsia madhe t'jeshtu. Zoti Rimi, të mbaroj unë pas të fillosh ti. Zoti Rimi, atëherë mashkulli simbol i modës. Çfarë mendimi keni zoti Rimi për modën në Shqipëri? Për modë në Shqipëri, më vjen keq, po këtu në Shqipëri nuk ka fare modë para punës. E dyta punës është knajsi për mua, t'jem si fëtuan, se stilisti pa shqiptar me fanë botore, nga gjitha non. Edhe modë për mua është liria, zemra, po t'jeshe lirë je më modë, je brënda modë. Po si që e lirë, që keti që bërë si makine e përishme? Është stili i moda ime. Qa bërë e mirë? Do të bëjde unë një pyetje ty. Një pyetje të thështë për meshkujt shqiptar. Si vishen ata qa bërë e mirë? Mishku shqiptar me thënë të drejtën vishen akaret zotit. Akaret. Çfarë është kjo? Akaret është top-top, do me thënë. Do me thënë vishen shumë të ashtë. Shumë të ashtë, në një kohë që gjithë bota moderne me shkollarën shkon të zhveshjes, me shkon shkaj të zhveshjes. Se nuk thua që unë që kam veshur shumë trash, Po jo, zemë, nuk mund të zhveshjesh vetëm kraun, e kupton? Pastaj, ju më pyetet për meshkujt. Për femrat, moda është të vishën sa më të ashtë jetë e mundet, sepse pjesët e bukra të femrës duhet të fshien, kurse pjesët e bukra të mashkullit duhet të ekzibicionar. O zotë se i mirë që ka këtu, o zotë. Po na trëmbe, mo qa bërë e mirë, na trëmbe. O zotë, o zemra e vogët. Zoti Rimi, një sekund, përqëndrohu, sepse unë kam një pyetje mjaftin që inteligente për t'ju bërë. Atëherë, zoti Rimi, ju si mashkull, a ndjeni një femër e lirë? Ashtu është. Më pëlqen si pyetja, është pyetja tepër e veçantë, sepse po të thënë të vërtetën, çdo femër ka nga pak mashkull brenda, edhe çdo mashkull ka nga pak femër brenda, domethënë. Qa bërë e mirë? Shkojnë të dyja të mirë, qa bërë e mirë? Qa bërë e mirë, tamam si puna ime. Po, nga frymëzojeni juve? Unë nga frymëzohem, zemë, në faktu në Shqipëri është shumë e vështirë për të frymëzohem, në faktu unë frymëzohem shumë nga folklori, nga tradicionale, nga tiranësit, ma do në kafshan, domethënë, aty e kam gjithë me anë. Me kë? Flasë folklori, do me thonë, unë apone me shtiz, apone me tantella, apone me... Qa bërë mirë, kjo është aji që i ka me tantella, më duket. Sa romantike! Hera e parë që shikoj një mashkull me tantella. E të mërshme, një mashkull i lirë me tantella në emisionin tim. Është Joni. Joni. Joni qa bërë mirë, normal, Joni është. Më faj, qa ka kjo që është e më zitu? Nuk e dim. Qa bërë mirë, nuk më rri mirë flokët. Zoti Rimi, na tregoni ju lutem si arritët deri këtu. Cili është çelësi i suksesit më saktë, qa bërë mirë? Ta shi një sekund, ta shi ti përgjigjem si arrita deri këtu, pastaj me jo me Chelsea, zemra kot këthesha një, se unë nuk kam punën një fajë. Ashtu, e para punës arrita kishte i trafik të malë, do më thonë. Tirana është bërë një lesh Arapi, o zotë.
E dyta, që si suksesit tim është Ramadan Kafshan që që momenti ta po Qa shëndet, bërë ta po mirë? qafoj. Shumë interesante, po Interesant. si gjykoni juve qa bërë mirë stilin e veshjeve të vipave këtu në Shqipëri? Apo Neve për shumë. Si jemi veshur shiko. ne zotërimi? Një sekundë, që të flasim si jeni veshur juve në ratë të parë, duhet të ketë sfinata, duhet të ketë një koncept, duhet të ketë një, o zotë sa i mirë aty. bo, na fulli që fare. O zotë. Ne, të gja fjallën që në Shqipëri nuk mund të presësh në një zhvillim të madhë përse për këtë veshjeve, sepse këtu bëhen akoma sfilata me qorape leshi. Uajt mersh me emisioni, po shkon për lesh. Nejse. Jo, zemja, hajde nuk po fillojmë. shkome, të shi të ti përgjinja me pytet tjetër, si jeni veshur juve, ju jeni veshur, në aty ishtë jashtë zakonisht keq, dhe më dhe. Ua. Qa bërë mirë? Po, do më Po pse keq apo? Jo mëse keq, do më dhe, jo, e kisha lafin, juve jeni veshur të mamë sikur, për shpi mirë jeni, pa për televizion me vje genj. Ti duke shi jenë sikur ke dalë me ble buk, jo sikur ke anë në emision. Qa bërë ti mirë? A mund të na e tregoni të na ekzibiciononi diçka këtu në studio për modën? Absolutisht, pa tjetër, unë për të kam marrë, në fundit, jap një leksion, gjithë. Unë do provoj sot një sfilat spontane me ju. Me neve qa bërë mirë? Po, Ose emocioni që kam o zoti mam? mund të sfilosh ti e para, do me Unë e para? Ti e dyta, ti e treta. Okej. Fillojmë atëherë pa unë burka. Maestra? Qa bërë mirë? Dhe me dojmë ka shumë sa u përdojë dhe t'ju zeme nuk përdridhet as majmuni ke kopë që zoologik, do me dojmë. Nuk është kjo e vëte, kjo është sfilat, do me dojmë e egzageruar. Në flasim për sfilat afine, do me dojmë, ti të për para. Këtu, take, lunë që e shtat e legenit kanë bëjnë. Bo. Pas ta që ti që kam në para, gjunë kameramanin, mos kameramani gjunat e tjetin, mos ati tjetin gjun, o, zotë sa i mirë këtu ma. Po, na fulli që mo qa bërë. Lutem shumë, të lutë përqendrohu. Do ta provojmë edhe një sfilatë në stil më të mbledhur, pak, e kupton, më fines, zogu. Ja, ajo e këtu, tak. Dhe kur mbyll një emision, i lutem shumë, një fjalë të mirë, domethënë, jo vetëm arom gruaj, e shuat sfilatën vetëm arom buje qua. Bo, qa bërë mirë, hajde atëre të provojmë të Do sfilojmë provojmë edhe një maestro. Arom gruaj, bo.